Përshëndetje, pas një pauze ose pushimi të bekuar të mrekullueshëm të muajit Ramazanit, pra nuk kam bërë video fare, jam munduar të jem plotësisht në përkushtim të këtij muaji të bekuar, paqshëm, begat, pra duke u parafruar me Allahun, dhe ka qenë një mrekulli pra të shkëputesh nga llumi i politikës shqiptare. Asnjë musliman, asnjë nga ne nuk ka dëshirë të merret me të zëmë gojë emrat e këtyre terroristëve të Tiranës, pas kemi që bëjmë, ata janë në krye të pushtetit, ata prekin liritë tona, familjet tona, pronat tona, liritë ekonomike, politike, fetare, etj. Sot dua të komentoj për 3 problematika. E para, transparencë mbi arrestimin dhe mbajtjen në burg pra të Ilir Metës, pra të simbolit të korrupsionit dhe të veglës tjetër amerikane Rio Veliaj, kërkojmë transparencë. E dyta, do të diskutoj mbi një nisëmtimin i pjetjet ndërkombëtare për të pagëzuar për nder të familjes mbretore britanike, për nder të Charlesit pra, të pagëzojë me Izraelin në Charleston, sepse ai ka krijuar si shtet, është bazë britanike. Dhe problematika e tretë ose pika e tretë që do të diskutoj shkurtimisht do të jetë që ekziston në Shqipëri një libër i quajtur E vërteta e qartë, e shkruar nga një njeri i cili është dënuar 17 vjet burg. Pikërisht unë besoj që ky libër ka kontribuar për të irrituar amerikanët dhe britanikët dhe qeverinë shqiptare në Tiranë. Dhe mendoj që është libri që është dënuar 17 vite burg dhe flet pikërisht për votimet, dhe jemi në një kohë ku mbahen votimet në Shqipëri, pra që pushteti britanik amerikan mban votimet në Shqipëri, tallje kolektive. Dhe ja vlen që unë personalisht do të rikthehem leximit të këtij libri, duhet lexuar ky libër pra 3 pika. Sa i përket Ilir Metës dhe Rio Veliajt, kërkoj publikisht pra i kërkoj spakut Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, prokurorisë së përgjithshme, edhe ambasadës terroriste amerikane, terroriste britanike, se ju ngelet hadri nëse nuk i quhen terroriste dhe nëse nuk u zë emrin, kërkoj që të transparencë plot, të gjen ata mënyrat me video, me kamera, që sa herë dërgohen në sallë të gjyqit, të shfaqen në kamera, pasi është shumë vështirë të besojmë që kriminalët të tillë, terroristë të tillë britanik të mbahen në qeli qoftë edhe një orë të vetme, sigurisht janë arrestuar, por është një teatr, është një lojë, por vetë se kërkoj që të vëhet në sallë të gjyqit të ketë transparencë plot, pra thjesht ne kërkojmë që fizikisht ata janë aty apo janë aty. Kërkojmë që 3 herë në ditë paktën që regjimi i Tiranës, spaku dhe këto institucionet e tjera që i lart përmenda të bëjnë të mundur që ne t'i shohim 3 herë në ditë a janë në burg apo s'janë. E di që kjo është e vështirë, e di që kjo është vështirë të krijosh një dosje teatrale, një sallë gjyqi teatrale, ju e keni parë se si akuzohet Rio Veliaj, jo ka bërë fustane, jo ka bërë çorape. Pra janë akuza të thashethemeve që bënin fëmijët para 200 vitesh. Fëmijët e lagjes kështu flisin dikur para 200 vitesh, dhe meqense ata kanë krijuar një opinion publik fëminor, primitiv, pagan, ata ju flasin me këtë gjuhë, çka do thotë që nuk është një gjuhë juridike dhe nuk ka akuza reale. Sa i përket pra nismës së dytë, pra pikës së dytë, unë do të ndërmarr pra në Change.org një peticion të shkruar në gjuhën e britanikëve, në gjuhën e xahilëve, pas kemi që bëjmë këtë gjuhë marrin vesh ata, anglishten, dhe kërkoj që përderisa Izraeli është një si thua ylli i civilizimit perëndimor, është qershia mbi tort e familjes mbretore britanike, është krijesa më çmuar, më brillante që kanë krijuar ndërherë familja mbretore britanike, dhe për nder pra të familjes mbretore britanike, unë kam menduar ta shndrojmë nga Izrael, ta quajmë Charleston, pa sipas emrit të mbretit aktual të Britanisë së Madhe, i cili bie të jetë mbreti i tërë botës, nëse ndjekim rrjedhën e historisë në krimin e çdo shteti, në themelët e çdo shteti gjejmë barutin, thikën pas shpine dhe terrorizmin britanik, okupimin dhe pushtimin britanik. Nëse pra do të bëj një peticion, e di që nuk do të ketë shumë mbështetje, por ne shqiptarët, siç dihet, ne kemi dhënë kontribute të çmuara për hebrejt dhe edhe unë po bëj pjesën time pra baza ushtarake e quajtur britanike e quajtur Izraels, që janë sot në linjët mesme, e cila është një investim strategjik i familjes mbretore britanike dhe i qeverisë amerikane për shërbyer pra si një presion militar për gjithë linjën e mesme, shërben si një vend
vatër lufte për të mbushur me lajme dhe me zhurmë tërë botën. Tani, në vend që të quhet Izrael, pra, bazë ushtarake britanike e Izrael, ta quhet baza ushtarake britanike Charleston. Sa i përket jemi në një kohë të fushatës, pra, edhe pse fushata nuk është fare nxehtë, njerëzit sigurisht që muslimanët në opinionin tim me sa jam i informuar unë nuk ose votojnë, nuk ose marrin pjesë në votime, pasi kryeministrat politikat tona në Shqipëri i drejtojnë huajt, pra, terroristët amerikanë, terroristët britanik. Shqipëria ka humbur pavarësinë ose ka humbur lirinë e saj, më saktë, në vitin 1912, ku qizmet dhe terrorizmi britanik kanë pushtuar gatishtullin, jemi shkëputur me masakra, na kanë shkëputur, ata na kanë pushtuar me masakra dhe me vrasje nga Perëndëria Osmane, nga Perëndëria jonë, dhe pra nuk ka kuptim të thuash që ka zgjedhje, sepse zgjedhjet i bën okupatori, i bën pushtuesi, por gjithsesi është një moment interesant për të lexuar librin e Abdurrahim Ballës, e vërtetë e qartë, ai flet këtë libër, unë do t'i rikthehem, e kam lexuar pjesërisht, jam informuar mbi të, do t'i rikthehem dhe me kënaqësi do të lexoj këtë ditë argumentimet e tij, sepse muslimanët nuk u besojnë zgjedhjeve, sepse muslimanët nuk votojnë. Aq më tepër që këto janë ligje parlamentare. Imagjinoni ne votojmë që ligjet që sipas fesë islame janë ligjet janë në Kur'an, ligjet i bën Allahu, kjo është sipas fesë islame. Ndërsa edhe nga kuptimi laik, nga kuptimi laik, po jo në kuptimin fetar, imagjinoni do na bëj ligjet ajo sorra, si ka ajo Shpërpali. Aja, ka vendosur vetëm femra, kudo në postë kyçe, në gjykata, kudo ligjet do na bëjnë femrat, sepse kjo kundërshton pikë për pikë fenë islame, kundërshton pikë për pikë natyrshmërinë e qenieve humane. Nuk mund të vendosësh një grua kurrë, pavarësisht se këtë e bën një pushtues, pra. Çdo pushtues sigurisht që kur shkon në një vend të huaj, vrap për mas grave, vrap për mas fëmijëve. Prandaj sot janë gratë dhe fëmijët që janë më vulnerabël dhe më të cënueshëm ndaj politikave terroriste amerikano-britanike. Ju uroj pra lexim të këndshëm të librit e vërtetë e qartë, besoj që do të jetë një eksperiencë unike për muslimanët dhe për paganët. Ju falenderoj pra nga shkinaku i Kukësit, deri mblushi.